Të gjitha gjërat ti mësoj Allahu, ato që ti kërkove, ato që ti i ke lënë, nuk ti mësoj Allahu, nëse ti i ke lënë. Je plak, je dërmu, je plak, je thi, je shtremu, je smu. Hajde qohu namaz natë. Vëzër, nuk po mundem namaz natë nga se nuk po bën pa hapa me flejt, edhe po m'ik namaz natë, po kam frikë. Mos të humbi sabahin dhe atë ma mirë pelon namaz natë, e ta falë namazin e sabahut. Ja kur t'ja arti. Pastaj, hajde të bëj diçka. Spaku të dalë në xhami. Për namaz sabahin, dështa nuk është problem, nga se ke pushu. Për namaz dreke, nuk është problem, nga se prej sabajt dhe i drejt, ke mundësi me pushu. Po për vjen i cindija, akshami dhe jacia dhe afër namazet, nuk po mundem me shku hoxha prej bindjet të këmbën. Nuk ka mundësi me shku në xhami për 5 kohë namazit, po lodhna edhe po vjen keq. Pi vjen keq që s'ka mujt me shku në xhami, e kur ka qenë i ri u shpëndu të gjitha me i plotësu, Allahu ja mundësoj, kurse kur bëhet pleshni nuk ka mundësi. Hajde të lexoj Kur'an, moti se kam lexu, po mundon të lexoj hoxh, por syt nuk po m'bëj. Truput po shoh. E hajt marit ti përsëritja ato sure të shkurta që i kam ditë kur kam qenë i ri, provoa hoxh, po s'po bën, nga se truri im është i përzim, është lodh, nuk ka mundësi tash me mësu për mens. O xhemat, kështu po ndodh me shumicën e atyre të cilët janë mundu për fëmijë, familje, janë mundu me dynja, me gjitha, por kur po vjen ky fundi i tyre, nuk kanë ditë me i shfrytzu. Prandaj Resulullahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith në tha neve si umeti Muhammed, e sidomos ata të ri që kanë mundësi me bë, ta shfrytëzori rinë tënë para plesrisë. Dhe shfrytëzo shëndetin tënë para smundjes. Këto fjalë të Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, po si kur të kishe e kuptuar, kur ishe i ri, që Resulullahu të nxi, që ti sa je i ri, shfrytëzoje shëndetin tënë, shfrytëzoje jetën, rimin tënë, e që kur plakësh të ka hije pleqëria ju. Të ka hije kur të rinë dikun, e të vallaj ka hije kur të në ky filon, vërtet ka arrit, fëmit i ka shkollu, e i ka bërë të gjitha mundësit që ka pas me i bë, për haxhin e ka bën. Umre ka qenë, po lexon Kur'an, po urdhëron në të mirë dhe po ndalon nga i keqja. E vaj për mirë, vaj për mirë.